nuk është domosdoshmëri që të kesh një mjet lundrimi, përkundrazi. Dakor, ata që kanë një jakt janë të paktë. Po. Kanë një shok që ka i gomonë, në fakt. Po edhe atyre ju heqim këtë, si thush, ngarkesën që kanë për pjesën e aktivitetit ose çdo lloj suporti teknik që do ju duhet për mjetin e tyre, patjetër që ja mundsojmë edhe këtë duke qenë pjesë si antar të grupit. Do funksionojnë në dy mënyra. E para janë eventet që janë më të hapura dhe janë më të gjëra që mund të marrin pjesë më shumë pjesëmarrës dhe pastaj nga eventi do jetë si thua një filtr për pjesën e antarëve që janë të ndarë në dy nivele, silver edhe elite, dhe sigurisht që aktivitetet do jenë edhe gjatë dimrit. Normalisht do jenë më të moderuara në dimër, po që do organizojmë aktivitete që grupi të mblidhet dhe të ketë edhe aktivitete gjatë dimrit për të qenë edhe në energjinë e njëri tjetrit edhe për të bërë edhe gjëra për te verës. Kryesisht normalisht fokusi është në Shqipëri dhe në Kosovë, Maqedoni, dhe përgjithsisht janë njerëz që janë CEO, sipërmarrës, investitorë nga fushat të ndryshme, të cilët kanë edhe një lloj influence, sepse, si thush, qëllimi i Yacht Clubit nuk është vetëm pjesa e argëtimit, po do jetë edhe një mundësi që njerëzit nëpërmjet njëri tjetrit, connectionat që krijojnë, të krijojnë edhe lidhje, edhe bashkëpunime që ju sjell dhe zhvillim në pjesën e biznesit të tyre.